Arben Tafaj thot çfarë mendon se fiton kur nxin kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare? Je gabim shumë. Ta them me sinqeritetin më të madh. Kombin shqiptar nxin ata të cilët nuk bëjnë zgjedhje po farsë elektorale. Kombin shqiptar i dashur Tafani e nxin ata të cilët presin në zyrën më të lartë të shtetit përfaqësues Sinaloas dhe i japin licenca për kazino dhe hotel pesye. Kombin shqiptar nxin ata të cilët arrestojnë në vit elektoral lider të opozitës dhe janë sot të damkosur nga 115 parti politike në mbar botën për dhunën politike ndaj opozitës. Kombin shqiptar nxin ata të cilët bllokojnë kërkesën e prokurorisë për heqje imuniteti për zëvendës kryeministrën në një kohë kur ajo është e kapur në flagrancë. Kombin shqiptar nxin Edi Rama, i cili përvetëson miliarda nga bashkë me familjen e tij nga pasuritë publike të shqiptarëve. Kombin shqiptar nxin ata të cilët vjedhin 90% të fondeve të investimit dhe shikon rrugë që ka ndërtuar me çmim të 10 fisht krahasuar me Europën, rrugë që shpartallohen dhe shkatërrohen në shirat e para. Kombin shqiptar nxin ata të cilët zhysin shqiptarët nga vendi më i paguar, nga qytetarët më të paguar në Ballkan, në qytetarët me rroga dhe pensione më të ulta. Kombin shqiptar nxin ata të cilët kanë përzënë nga Shqipëria në 10 vite 1.100.000 shqiptarë vetëm në hapësirën e Schengenit. Kombin shqiptar nxin ata të cilët bëjnë puç dhe marrin të gjitha pushtetet në një dorë. I dashur zotëri, këto nuk i ka fshet dot Edi Rama, dhe kudo që shkon, unë po kthehem tani me që më thu, po kthehem nga Asamblea Parlamentare e Strasburgut, unë mund të them ju, ja u kam thënë disa herë, po ja u përsëris, se në historinë 75 vjeçare të Këshillit të Europës, Edi Rama është kryeministri i vetëm të cilit pas fjalimit që ka mbajtur i është anulluar dreka zyrtare dhe gjitha takimet zyrtare sepse ka folë sikur t'ishte i birje Enver ose Gaddafi. Pra, cilin merr ti përkundrazi, unë me zërin tim që denancoj mbroj ju, mbroj ata shqiptarë të ndershëm të cilët nuk pajtohen me këto akte antikombëtare, antikushtetuese, shnjerëzore, me këto akte të cilat Shqipërinë e nxjerrin nga harta e demokracive dhe vendosin në hartën e autokracive, duke denoncuar këto publikisht, ne i themi botës se ky është Edi Rama përfaqëson vetet e tij dhe klanet e krimit, por jo qytetarët shqiptar. Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin tuaj në interpretimin e gabuar që ju bëni. Fjodor Prifti, pse Rama është kaq i trembur sa ka lëshuar patronazhistët edhe tek profili juaj?